Në vend që tani të priste avionët e parë me shqiptarë dhe turistë, aeroporti i Vlorës po përjeton një situatë si te filmi Guna mbi Tela. Një palë, ajo e Bexhet Pacollit kërkon të hyjë brenda në aeroport. Dhe pala tjetër, ajo e Valona Demit e pengon. Dy ditë rresht e njëjta histori. Një grup që kërkon të hyjë brenda rrethimit dhe grupi tjetër që ndodhet brenda perimetrit aeroportual nuk i lë. Dy palë ishin edhe në filmin e viteve 1977, disa luftëtarë vlonjat jashtë kampit dhe pak ushtar italian brenda zonës së tyre të rrethuar me tela gjembaç. Pala e parë kishte zjarr, pasion dhe donte të tregonte botës adetarizmin. E dyta ishte në ikje, ndaj brenda telave me gjemba kishin mbetur fare pak ushtar. Një natë, ushtarët e ndanë mendjen ta sulmonin armikun. Hyn brenda kampit të tij me ndihmën e gunave që mbanin veshur. Jo hodhën për mbi tela, ka përcyen rrethimin dhe sulmuan. Atë kohë pati një viktim, quaj Hodo. Për fat të mirë të përplasja në hyrje të aeroportit të Vlorës nuk kishte viktim dhe nuk ka arsye të ketë viktima. Pala e Bexhet Pacollit dhe Valona Demit janë aq të qytetëruar sa të gjejnë një zgjidhje gjithashtu të qytetëruar. Derisa të gjenë zgjidhjen, policia është vendosur në hyrje të kantierit. Ka krijuar një perimetër sigurie që supozon shmanken e një përplasje fizike mes palëve. Me të drejtë, shumë kush mund të jetë interesuar për detajet e kësaj historie që nuk nisi as dje dhe as sot. Të paktën sipas biznesmenit të njohur Pacollit, përfaqësuesi njërës palë, krisja me ish bashkëpunëtorin e tij të ngushtë Valona Demi ka nisur 9 muaj më parë, por muaji i mjaltit mes tyre starton para 18 vitesh. Sado interesante të duket marrëdhënia mes tyre, pikpyetja për të ardhmen e aeroportit të Vlorës fidon gjithçka. Kjo çështje e parë në një plan më të madh, jo vetëm përmes episodeve të veçuara mediatike apo gjyqësore, përfaqëson një rast tipik të mënyrës si projektet strategjike degradojnë nga një iniciativë strukturore në konflikt kompleks institucional, juridik dhe ekonomik. Është një çështje ku ndërthohen interesa të ndryshme dhe ku kufiri midis anës teknike dhe asaj politike bëhet gradualisht shumë i paqartë. Në thelb, projekti për aeroportin e Vlorës nuk funksionon si një marrëdhënie lineare mes një shteti dhe një kompanie ndërtuese. Ai përfshin në vetvete një rrjet shumë të ndërlikuar aktorësh. Shteti si garant dhe regulator, koncesionari si mbajtës formal i projektit, konsorciumet të ndërtimit si zbatues teknik, financuesit si burim kapitali dhe një seri nën-kontraktorësh e strukturash ndërmjetësuese që ndikojnë në mënyrë të ndryshme mbi ritmin dhe drejtimin e punës. Në teori, ky kompleksitet duhet mbajtur nën kontroll përmes një skeme të qartë institucionale. Ka vetëm një autoritet operacional, ai ka përgjegjësinë përfundimtare për projektin. Nga ana tjetër, rolet e aktorëve të tjerë janë të kufizuar dhe të përcaktuar qartë në kontratë. Por për ç'të kontratë po flasim? Janë dy palë që pretendojnë kontrata diametralisht të ndryshme, me falsifikime, me derivate që nuk kanë asnjë pikë takimi dhe sikur palët të bien dakord në të ardhmen. Në praktikë dhe në terren, situata është kuthrret qemeti. Një vepër strategjike kombëtare e bllokuar dhe vonuar për interesa që askush nuk di t'i thotë saktë. Zakonisht, kështu ndodh kur kontratat janë të ndërlikuara dhe ku kapaciteti institucional për menaxhimin e tyre është i kufizuar. Ndodh shpesh që kjo qartësi të zbehet, duke krijuar zona gri të autoritetit, ku nuk është më e qartë se kush ka fjalën e fundit në vendimarrjen operative dhe finale. Me kalimin e kohës, mungesës së vëmendjes apo humbjes së besimit në këto zona gri, lindin tensionet strukturore që më vonë kanë gjasa të kthehen në konflikte të hapura. Në rastin e aeroportit të Vlorës referuar fillimit të këtij projekti strategjik, nuk ka patur kontrata të ndërlikuara, as kapacitete të kufizuara. Menaxhimi u konsiderua i plot për çdo situatë emergjente. Mirëpo siç thot populli, nga e thëna në të bërë ka midis një mal të tërë. Në letër, projekti ishte aq i bukur sa ua kalonte të gjithëve në rajone përtej rajonit. Jashtë letrës kemi përplasje, pengesa, palë kundërshtare, polici dhe asnjë avion në pistë. Por si ndodhi kjo? Mbase për shumë arsye, përfshirë dhe mungesën e besimit midis palëve, por si rregull, situata të tilla gjenerohen kur kontrolli për një projekt të caktuar nuk është i unifikuar, duke sjellë krisje, shpesh të pariparueshme mes partnerësh. Kjo ndodh kur mekanizmat për zgjidhjen e mosmarrveshjeve nuk janë të integruara në mënyrë efektive dhe të shpejtë. Në fund fare, projekti nuk përparon dhe askush nuk përgjigjet për këtë. Aeroporti i Vlorës është rast me konflikte që në fazat e para të projektit, me prirje për shkallësimin, duke përjashtuar çdo negociatë normale në nivel financiar dhe juridik. Edhe në analizën më dashamirëse, duke konsideruar përplasjet midis palëve si të paqëllimshme, faktet dhe rrethanat rrezojnë tërësisht këtë.
Në një shikim të shpejt vrehen se palët nuk ja dolën të arrinin marrëveshje, shkuan shumë shpejt në gjykat, akuzuan njëra tjetrën për abuzime, falsifikime, shpërdorime dhe shkelje besimit të ndërsjellë. Me një histori të tillë, fundi ishte i pashmangshëm. Përplasje në gjykat, përplasje edhe në kantier. Janë jo pak për dy ish bashkëpunëtor të ngushtë. Akoma dhe më keq për mesazhin që jep një rast i tillë. Nëse kjo ndodh në një projekt strategjik me vëmendje kombëtare dhe ndërkombëtare, nëse palët arrin deri te konfrontimi fizik apo bllokimi i kantierit, çfarë ndodh me projekte të tjera me hallka më pak të dukshme? As ironia nuk e kursen rastin, sepse aeroportet ndërtohen pikërisht për të dhënë idenë e rendit, koordinimit dhe sigurisë absolute. Kur lajmi kryesor bëhet konflikti te porta e kantierit, simbolika kthehet e gjitha përmbys. Tashmë ky konflikt ka shkuar nga hyrja e aeroportit në ndërtim në dyert e gjyqësorit. Vendimi final i cilit do dojë kohën e vet. Deri atëherë të gjithë janë të detyruar të presin, por jo shteti. Bëhet fjalë për një projekt strategjik me rëndësi kombëtare. Edhe pse roli i shtetit në këtë rast duket delikat, ai nuk i shmanget dot detyrës si garant i interesit publik dhe mbikëqyrës i projektit. Pavarësisht shpamjes së kufizuar dhe marrëdhënieve kontraktuale mes dy palëve, shteti mbase mund të druhet proceseve gjyqësore këtu në Shqipëri apo në arbitrazhin e mundshëm ndërkombëtar, nisur nga parimi për neutralitet juridik mes palëve. Nuk ka arsye të druhet ndërhyrjes direkte, e cila mund të sjellë pasoja të pamenduara më parë, apo menaxhimi i konfliktit mund të kalojë kufin e logjikës, pra shteti nuk mund të jetë më pasiv. Një aeroport ndërkombëtar sikurse ishte projektuar ai i Vlorës është simboli i zhvillimit ekonomik, i kapacitetit shtetëror dhe integrimit ndërkombëtar. Dhe çdo konflikt mes aktorëve të përfshirë mbart dimension më të madh se një kontratë mes tyre. Shteti e di këtë. E di përmes mekanizmave të tij institucional dhe strategjik. Ato mekanizma që do duhet t'i vendos në punë për ta zbutur këtë konflikt dhe për t'i dhënë një zgjidhje, pse jo, dhe të përkohshme. Në një projekt të tillë ku përfshihet një infrastrukturë kritike si aeroporti, realiteti është ndryshe nga sa mendohet. Nuk ka një aktor të vetëm që ndërton dhe një tjetër që mbikëqyr, por një rrjet të ndërlikuar marrëdhëniesh ku shteti jep koncesionin dhe përcakton kornizën ligjore. Brenda kësaj kornize operojnë kompani ndërtimi, struktura financimi, nën-kontraktor dhe shpesh edhe institucione ndërkombëtare financiare. Secila prej palëve ka logjikën e vet, interesin ekonomik dhe mënyrën e interpretimit të kontratës. Pikërisht këtu shteti ka rolin e tij jo si gardian kantieri dhe punimesh, por si mbrojtës i interesit kombëtar. Në një projekt strategjik me rëndësi kombëtare, sa i përket edhe sigurisë të ekspozuar në arenën ndërkombëtare, shteti di ta gjejë ta bëjë rolin e tij më së miri. Ka jo pak mekanizma institucional në dispozicion për të arritur qëllimin e duhur. Nga vëzhguesi një konflikti privat mes dy kompanive për shkak të interesit të drejt për drejt publik për këtë projekt, shteti duhet të sigurojë vazhdimsinë e punimeve, sigurinë në kantier, respektimin e kontratave, stabilitetin operacional dhe reputacionin e projektit. Mbi të gjitha, imazhin e vendit. Shteti mund të ndërhyjë më herët në tavolina negocimi mes palëve në konflikt. Mund të kishte kërkuar vetë auditim teknik dhe financiar të situatës, por është ende në kohë për ta gjetur rolin e tij.